një rast shumë konkret, drejt për drejt me Aliin radiallahu anhu edhe me Fatimen, vajzën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam radiallahu anha. Një natë prej natëve të iftarit, sikur na sonte një iftar që ishim këtu, ju ka ndodhë një ndodhi këtu në dy personave, burë e grua, që rrallë ku i neve në ndodhin. E këto gjona, Allahu Gjelle Gjelaluhu na i ka shënua në Kur'an. Këto sen dhe më rëndësi keni në Kur'an, në suratul Insan, ku fillon Bismillahirrahmanirrahim, hel ata ala l'insani hinum minet dahri lam jekun shejën madhkura. Në këtë sure, tek ajetet të cilat tash do t'i lexoj para juve, edhe do t'i spjegojmë inshallahu ta'ala, ta shifni çfarë ndodhi ju ka ndodhur dhondrit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe vajzës ti alaihi salatu wassalam Fatimës. E inshallah marrim mësim na, edhe kret kush dëgjon inshallah marr mësim prej këtij rastit. Allahu në Kur'anin famlart po thot pikrisht për këtë rast: wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ndodhin mas pari do të tregoj, pastaj do të argumentoj me ajetet kuranore. Një ditë Alija radiallahu anhu bashkë me gruan e vetë Fatimen radiallahu anha në kohë të iftarit me kushtet e kohës tyne mos harroni. Nga një iftar unë mendova pak me ba bashkë me ata vllaznit me cilët u kujdesen për këtë iftar, Allah i shpërbleft, ajo doli tepër, do me thonë pak u nisa me doli shumë. Ata kushte i kanë pas dopta, merë në moment hurman e kategorisë dopt, hurmat dopta, jo kësi hurmat mira. Qëtosjen ngiboll. E një dit Alija me Fatimen kanë bo për iftar 3 kulaqa buk. O jo kësi buk, qëfar i kemi nësët? Buk të thjesht, të elbit. Merë në moment grunin se kanë pas, së konë. Edhe qëfar mulli i ka blua, dinat e elbin qëfar mulli i ka blua? Me dorë kanë bo, e kanë thyje, po tregon Fatimja, vajza pejgamberit, po thët, kur ka ardhë me pa, baba ka ardhë vajzen me pa. Kur e ka pa, oj bi, e re, oj bi, si e, thët baba Mirjam, po si po kalojsh, që martuat Alija, e vajza ja ka tregu e babës duart. E ka tregua duart babës Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Qka me pa duart e Fatimës? Kret me pushla, kësi që ju thojnë me ujtë mushme. Ushla, qysh. Ju qysh ju thoni ka gjilani nuk di, edhe nasë di që dhe më ka prizreni. Kryesor ato puqra me uj. Kur shtypët lekura, ajo uj mushet. Prej qkafit e i bi kështu të kanë bo duart, tha o baba, të e thyje kështu gruat elbin, të e thyje pak, e me bo mijel, e me bo buk. E Alija radiallahu anhu ka jetu fukarajek o konë, Hazreti Alija radiallahu anhu. Ska pas mundësi me pas do një punëtora, me pas do një shërptor, që e paguan e ja kryen disa obligimet familjes, do më thonë disa punë. Kër i ka tregue vajza babës duart,
babës as i ka ardhë keqa? Pra nej, ju tregon ju vajzave, tregon ju nuseve, rejave t'juja, që shtu dhe një send. Se jenë mësue qikat e juja, nuset e juja, gratë e juja, jenë mësuve që hugjumet e shopping center. Ka 3 kolica, ka 500 artikla. Po dhe, që unë pisha që të bëjetem në. Tregon ju dhe njëherë që një Fatime, e cila ka marrë myshdën prej pejgamberit, alayhi salatu wassalam, Fatimja ka marrë myshdë prej pejgamberit, prej babas, që do t'jetë prej xhennetlive. Që ajo Fatime që është prej xhennetlive, ajo i ka shkatruar duart e veta me bë miell për bukë, për Alin, për burrin. Edhe për evlat të vet. Evlat të vet janë Imam Huseini edhe Imam Hasani, 2 zotrit e rinis e xhenetit radiallahu anhum. Allah i na bën bashkë me ta. Fatime kështu i ke punët baba. Edhe u mërzit Fatimja, e vajzë e re, edhe ka vdek e re, mos harroni. Ka vdek 6 muaj mas babës vet. Prandaj baba i vet kur i ka vdek Fatimja, në më thonë, para se me vdek, se baba ka vdek mas pari, Resulullah i ka vdek, e ka këshyr vajzën e vet në shtratin që pëdes, aty o kanë edhe gruja vet, gruja e pejgamberit, Aishja, e pejgamberi ka vdek në prehen të Aishës. Në prehen të Aishës ka vdek Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E tash, kur i ka vdek, para se me vdek, vajzës vet i ka thonë i bi hes tek ne, e ka ardhë Fatimja, ka marrë e ka puth Fatimën, e ka puth e vladin e vet, mandej i ka thonë diçka në vesh. Ajo ja ka nis me kajt shumë, kur i ka folë diçka në vesh. Mandej baba si bab, kur e ka pa që po kanë, thot hec edhe njëherë tek ne, ka ardhë edhe njëherë, kur ka ardhë për zdytje, ka marrë prapë vladin e ka puth, edhe i ka folë një sent në vesh, ajo ja ka nis me kesh, edhe pejgamberi ka qenë puthjet e fundit e vladit vetë që ja ka ba, edhe ka vdek. Mandej Aishja, që su në ka nije që ka i tha burri, vajzës ortakes, tha joj Fatime që ka të tha Resulullahi që kajte, edhe që ka të tha Resulullahi që keshe. Tha oj Aishe, më tha oj bi, unë e po vdes. E u mërzita shumë që për më vdes baba, kajta. Tani ju dhim të babës që kajta, prap më afroj, e më puthi, më tha oj bi tash, edhe ti ki me vdek shpet, e ki me konë me mund gjenet, e unë u gëzova dhe kesha. Prandaj transmetohet se ka vdek Fatimja, mas babës vetë 6 muaj. E është prej xhenetlive. Se pejgamberi deklarati ka dhënë, dhe më thonë dëshmi, bishare, myshde, si hariqim, që ti e prej xhenetlive. Që ajo që është prej xhenetlive, ju kanë bo duart me fluska uji. Allahu Ekber. E i ka thonë pejgamberi, oj bia jeme, kër e ka po ashtu, kër të bie, pare se më ra me fjetë, këto jenë mësime për evlat të juj. Thonë ju evlatve, sot një motër, një femën, një grua vjetër, sot më karë të shpia, aty ku po banoj, ka marrë vesh që është një hoqë që aty po banon, u ankua prej evlatve të vetë. U ankua prej evlatve të vetë, 4-5 evlat nuk e këqyrin mirë, nanën. Shka me bo unë o hoqë? Bon dua për të Allah ju zoft në rrugë të Zotit. Dua, lutje, s'kemi as gjonë dorë na. Prandaj juve që jeni të ri këtu ngoni mirë, edhe një kujdes dveçantë ndaj prindve, dveçantë, a di çka me veçantë. Se unë jam këtu shkurt, se ju kisha thonë pak ma rept, kush nuk ja lanë babës edhe nonës kamët, s'ka martë me anë këtë gjami. Shkon qëtër gjami falu. Diko ke sert.
Ja, s'ka. S'po do në numër të madhë. Po do në... Ha? Malla alile, po. Në më thënë me pas kujdes. Mja la babës edhe nënës komët. Edhe mja fërkua mirë midis gishtave. Ja mu gërdit. Se kër e konë ti i vogël, ato nuk kemi pas pamper, sa nasi që tash, më s'harë. Me pëllena edhe në kanë la, edhe në kanë knaq. Allah i koftë razi prej prindve tonë, e inshallah edhe vlatë tonë bahën të mirë, ndaj nesh, prende respektoni prinderit e juj, ka thonë pejgamberi, ani ju respektojnë e vlatë të juj. Allahumma amin. Oj Fatime, pare se më ra me fjetë mas je kje këtë zamet, edhe në shopik center se konë asë njëherë, asë në dener, asë në Migros, thuj 33 herë, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Edhe 33 herë para me fjetë thuj, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Edhe 33 herë thuj, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edhe në fund thuj, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si ti thua që i bia jeme këto, para se më ranë gjumë, Allah i ka me t'i letësua vështërsit e dynjas. Kështu kalzoni e vladve t'juj. Ama mi kalzu, jo me dalë pi që duhet me thonë, a njeve shka tha hoxha, a njeve shka kalzoj hoxha, punë e madhe shka dhe shka kalzoj. Ti shka e të bartë pi hoxhës me qute e vladë të tu, ti, që shpe që i shajen edhe pijen prej kretë centrave Migros e dener e dyner, e shopping center e shka ka, mi u quë këtë pikti shoppingit islam, prej tërbijes islame dhe prej edukatës islame, e Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ndimoft me evlat e juq. I ka bo 3 kulaqa buk, edhe ka pas një got uj. 3 kulaqa buk edhe një got uj. Jo 3 gota uj, se krizë edhe për uj. Para iftarit, veç po vjen iftari, kur dhe lalia, shka është halli? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinen, një fukara. Miskin, fukara si dhe në arabçe. I thojnë edhe fakir, fakir ai që diçka ka, miskin ai që kur gjon s'ka. A ka për neve tash iftari kartë, a ka diçka për neve? Tash shiko fa raporti burre grua. Fatima, urnali, a kemi diçka për iftar? Po thot burr, kemi 3 kulaqa buk dhe një got uj. Miskinit e dera, jepja një kulaq buk se neve në dalin bol 2. Ja japi një kulaq. Edhe si cilin herë tani vazhdon Kurani thot, la nuridu minkum jazaan. Zdona prej teje shpërblim, wala shukura as falenderim. Na mirë është mi thonë falenderit dikuj. A muaj që të ndimon, zban me prit prej teje falenderim. Pse? A ke bo për Allah? Çka po presish prej meje? A bone për Allah një punë? Ti edhe Allahu mi rëzhvesh, ditën kur takosh mi rëzhvesh. Këtu s'ka mu marrvesh. Shkon miskini, mandej mas miskinit, o ju të imunë të ta'ama la hubbihi miskinen, dhe jetimen, vjen jetimi. E pejgamberi për miskinin, për qëtë lloj fukara, miskin, ka thonë, Allahumma ahyini miskinen. O Zot, me jeto mu dvorfun, o emit një miskinen, edhe më vdis dvorfun, s'kalon hiq trashikim një Resulullahi. Një cop tok që e ka pas dikun dhe kalon për Allahun Gjelle Gjelalu. Wahshurni yawm al-qiyamati fi zumratil masakin, edhe më ringjall ditën e kiametit, ja Allah, ka thonë, në mesin e mesakinëve fukarave. Prandaj juve për ju thamë të gjithve,
në maksimum kena me dhonë kontribut, në maksimum, deri në fund, për fukarat. Pse? Se bep duas tyne Allah i na pështon neve. Qysh kështu? Që Resulullah ishka ka thonë, wa hel tunsaruna illa bi duafaikum. Ndihma nuk jo ka ju vjen tjetër përveç se për sebeb të doptive të juj, të fukarave të juj. Allah i na dhasht hajrin, me konë kontribuz deri në fund inshallah taala. Kur vjen jetimi, po don edhe ai diçka ka për mua. Oj Fatima, a ka buk? Thot po Ali, ka dhe 2 kulaça, jep ja njonin. Se neve na mjafton një edhe uji. Kur të vjen koha e iftarit, ting ting, edhe sa minuta, ting ting, edhe sa minuta, ting ting, edhe sa minuta. Shka bën shty marrë me ta marrë sonte këtë iftarin? Çato pitet, çato ëmbëlsinë, çato mishin, çato kërgjon. E ty me të lënë veç me çato ujin frigorifer uja, ki boll. Dosh me mat një herë vetveten. Allah i të forcoft ty dhe mu. Do na me mat një hera, kismet. Unë s'kam me shku prej këtuhit, pa e bon gati prej kredve, prej juve ka një qasi kolicë të shopik centrit. Amo jo me uj të shopik centrit, se uj kemi bol në atje. A ke shopping për? Për i shopi ati nalë, se në majet shpis për i shopi atje. Shka me bo? Tani, une nuk shkoj për këtuhit faqa ta. Ta dini kretët për ju kalzoj pitasha. Po jo, ato e shopping kushton sak uj ati, se ujnë e pash sa kushtoj ke një gajbe, një euro, një frangë 70 cent. Do ishin ka 2,70 e do qashtu. I kam mësu do të smime. E për jetimin ja dhanë edhe një kulaç. E për jetimin pse që ka që dhanë këta? Se ma të mirin sandë për japin. Nuk e kanë ata anë amalsinat e mishnat e pjekën. Që to krete kanë? 3 kulaça edhe një pikuj. Kur gjotë tjetër s'ka. Shkoj edhe një. Iftari po afrohet. Amo pejgamberi ka thonë për jetimin, ai që e këshyr jetimin, e përgdhel jetimin, e ndihmon jetimin, është qift me mu në gjennet. Allah i në bënë qift në gjennet me Resulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Shkoj edhe aj, tash mo po bëhen gati me hangër iftarin, kërë vjen aj që jo konë rob lufte, jesir. Edhe aj të dera. Na më konë, këshim thonë, mshiljave deren, mshiljave se na bënë kare. A këshim thonë që shtu zënjë? Ja, inshallah. Inshallah, jo, Allah. Kini kujdes. A ka për mu dishka? Oj, Fatime, a ka dishka? Thot po, o burë. Kjo Alija po, dhe Fatimja po. Alija zati djali Axhës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. I afërm po. Alija prej gjennet live. Pejgamberi ka treguar që është prej 10 myshdëgjive të gjennetit. Në hadithin e vërtetuar prej kretë ulemave të hadithit, transmetuzve më të mëdhaj, Ebu Bekrun fil gjenna, Umeri fil gjenna, Othmanun fil gjenna, Aliun fil gjenna, Abdurrahmanun fil gjenna, Abdullahun fil gjenna, rënd 10 myshdëgjit e gjennetit. Me një hadith. Këta tjerit, këta e në tjera hadithe, si kur që është Fatimja. Fatimja hiq në të hadith, live, drejt për drejt me Resulullahin vesh, oj bia jeme, ki me konë gjenit, mas pak ki me vdekë dhe ti, ajo gëzuat e një. Vëllaj, na jemi prej imanit dopt, me në thonë dikush ki me hinë gjenit, mas një mujt, mas një avë, në fund të Ramazanit, s'ki me zonë bajramin, vëllaj, na ishti ethet, me në thonë. Ethet në hinë neve, me në thonë, që ati derin bajram, se ki jetë gatën. Ba mon gjenit, a bën gjenet po, ama po du halak këtu. E një djetar në borë të qabës e këshin pyt. Një djetar në borën e qabës, tavaf ku bëhat. E këshin pyt, o alim, o djetar, tha urna, pse s'pëna e kondet me dek? Pse s'pëna e kondet me dek? Tha se e kemi maru e dynjan shumë, e kemi prish ahiretin. E prej shpis në reqme në të prishme, kush do me dalë? E kemi prish ahiretin, në njësë përna kondet me dalë. Me pas në req ahiretin, mirë, e dynjons mës mja pas vu mendën, se dynjoja është send i keq, do me thonë,
do këtë fillim I mirë, po s'ka gjë prej dunjës. Dunjoja është sikur një zjarm kur e ke kallë, ke pa kur e kallësh një zjarm. Edhe digjen mo kreta drunt, gati po fiket zjarmi. Gati po fiket, si ato, kana I them una, si I thoni ju una. Drujt e zemrit, kur fiken gati. Jo fingil qëmyrit ne I them fingil. Thëngjilsh. Mo vesh druna tjesin ndezur qështu, unat e zjarit thëjnë. Lënda djekse, para se mu bo prush. Ajo kur bohët qështu, atë thot mendja, hajtë që këtim ledhi që ato për drunë për dimën mo? Jo, qështu është dynjoja. A ki me lon, e lezeq me pak po mas I ki me lon, gjos vy. Kur artë Jesiri po dua dhe unë, tha buk. Fatima, a ka dishka? Kush e ka gruën qështu sot? Pyt një gratë njëherë. Si ti thua është gruës qështu? Thot t'ja je tranua, dhe me lanë fëmijën tu pa hongër, dhe me dhona tia. Debatoni me gratë e juja. Debat. Nallu. Koqitu njëherë. Me gruën, me nonën, me motrën, me vajzën. Mësoni. Oj Fatime, qka të bëjmë këtë tretit të shkarës? Ka thonë, kemi ujin boll, jepja dhe ati tretit. Ku mi gjetë qështu dy qifta, një që si vur edhe një që si grua, një që si vur që si gruën. Kjo është ajo Fatimja kër është martua që ja ka dhënë gjemperin natën e martesës, më të mirin gjemper që ja ka ble baba, ja ka dhënë fukaras kur kartë të dera. Po pse? Sepse ti, ja Resulallah, na ke mësue që s'mundni me mri gjenetin e mirë, si mës të japish që atën shkapedu është për veti. Len të nalul birra hatta tunfiku, mimma të hibbun, nuk arrini mirësin më të lartë, po që se nuk e jipni që të sendin më të mirë që I ki për veti, që ato me edhonë. E Alia dhe Fatimja, a kanë pas që të natë më të mirë dishka për iftar, dhe Allahi s'kanë pas që të 3 kulaq të bukët I kanë pas, edhe që të pikën e ujtë, edhe kanë hongër aty jetimi, Jesiri, edhe miskini, edhe kanë shku. E këta me ujin jenë bo idare. E që jenë bo me ujin idare natë, Allahu për hak tyne, disa ajete kuranore, prej mbi 7 qiell janë këto. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hoxha, kemi shqip musaf këtu? Ka shqip, ha? Të bjere shqip, unë e lexoj shqip, edhe ju inshallah I lexoni të shtëpia sonte, edhe ju tregoni me këtë rast, aty nuk shkruan as Alia as Fatima emnin, po këto ajete në hak tyne ka zbrit, e mandej kur t'ju lexoni të shtëpia, inshallah merr vesh gruaja jote, nona jote, vajza jote, motra jote, edhe gruaja jote inshallah taala. Ja Allah, lakal hamd. Suratul Insan, manen mend shqip, Suratul Insan, ajeti 8, ajeti 8, dëgjoni. Ata janë që për hir të ti u japin ushqim të varfërve, jetimve dhe të zënëve rob. Tash se cilit që I kanë dhënë atë kulaç, kanë thonë, ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Po për shkani kjo zemër kaq gjymert, kaq bujar, kaq fisnike ka, ne I friksohemi dënimit të Zotit ton, në një ditë që ftyrat I banë zymta dhe është shumë e vështirë ajo ditë. Astaj ditë asaj pituta në një pojenë bo gjymert këtu. Po Allahu masi kokit atë gjymert, Allahi I rujti ata prej sherrit të asaj dite dhe ju dhuroj shkelqim ftyrat të ndriquara dhe gzim të madh. Dhe për shkak se ata duruan, as patën durima, me ta marrë bukën para iftarit,
Muna seri një copë pite, sa të mdo këtë ma mori ma shumë, kështë janë gjithë përdore. Se njëna pite i shkon pak ma mirë fi qetres, mdo këtë adin, ki dashti më rezervua për t'i pak. Subhaneke ja Rab. Dhe për shkak se ata duruan, bon sabër, Allahu i shpërbleu me xhenet dhe petkat mëndafshit. Me xhenet dhe petkat mëndafshit. Aty janë të mbështetur në koltuqe, karika, koltuqe, dhe aty nuk shohin as diell, vap, as ftoft. Hijet e tyne të pemëve janë afër mbi kokat e tyne dhe kalaveshet e pemëve janë shumë afër. Pi hahet. Allah i në bëftë prej qasaj grupe ja. Ajetet 8, 9, 10, 11, 12, 13 prej surës El Insan, është një surë El Insan. Allah i bëftë gjithve bujare vëllazër. Pra ndaj unë, kur po ju tham juve se nuk kam e shkua prej këtuhit pari ka një shport shopping centrit, s'kam fajnë do këtë satë. Bon vakiti 2 shporta japsh. Inshallah. Kjo është punë e Ramazanit. Tash kur shkësh misafir, na kur shkëm dikun, ti kur shkësh, në shpi asni sent mës me gjetë në shpitem ose në shpitonde, ja miel ka, ja riz ka, ja djath ka, ja qep ka, ja kompira ka, ja makaron ka, ja shpageti këtu makarona, shpageti. Diçka ka në shpi, ose tomël ka, ose kos ka, diçka ka. Në kohën e pejgamberit të sahabët, o asni sent s'ka në shpi, hiq. E një natë po del pejgamberi, e po del Ebu Bekri, e po del Ymeri, se pisuntis të zëgjumi më s'harë. Në një natë unë tuëm, këtu t'ju kalzej ma Muharremin, kum jam si, ku më ditë kum ka quhe në një vend lark, me një pumë benzines me mble buk. Edhe këto qysh po e foli, qështu me qitë në internet, inshallah o ta'ala. Po qatë në qatë rrugë bleu edhe cigare, ma buk më gjetë, kryesore s'mla me dekat natë. Po duhet ju të regoj se e kalon duhanin publikisht për hajri koft. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah i e nderoft, inshallah në qonë zoti bashkë në gjenet, masi në ka bo nasip me konë bashkë për këtë mujtë Ramazanit, jemi bosi 2 vlazën me një shtëpi, po jetojmë Allah i e nderoft. Por na? Ja, inshallah bën të ube istikfar, inshallah nuk shkoj unë e piktuit, dikush prej juve pa el shumë mjekren edhe dikush prej juve pa elon duhanin. Jo, la Haxhimarem, ja, prej kësej, Haxhimarem e ka sikletin që 2 javë ditur, me to jam më të bokërsh. A i spelo me pinë dhoma, në balkon për del për pi. Cigare e kam fjallin. E tash, të kthehemi pak te ku kem. S'kan pas shka me hongër, po del Ebu Bekri në rrugë. Në Medine po del, rrugës Medines. Se pa buk s'pezen gjumi, pa hongër. Tohet rrugës natën, e ka dalë edhe Ymerin aton, pis vetë. Tha, ha, shka ke dalë Ebu Bekri, tha, pisun ti kam dalë. Po ti shka dole Ymer, tha, edhe unë pisun ti kam dalë, po hecin bashkë rrugës Medines. To hec bashk, pejgamberi ka dalë pina ton rrugë. Thanë, ja Resul Allah, shkat ka qitë në këto orë dvona në rrugë. Thamë, ka qitë në rrugë, që ju ka qitë juve 2. Tunë ti i ka qitë në rrugë. Qaj tunë të madhë, qaj gjymert leki madhë. Qaj bujari e madhe. Prandej, vetin e këshiloj edhe juve. Kur në mës në mashtroj shejtani më në thonë, shumë po japni, vesh na po japni, vesh na, jo, kretë do të më dhonë, vlaznia, ymeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vlazni tonë Macedoni, vlazni tonë Preshev, në Kosovë, Shqipni, Sanxhak, në Bosne, e kom fjallën për muslimante e pjesës evropiane,
Kudo që t'jemi, do t'japim, deri kur ohosh, deri ta fitojmë razillakin e Allahut xhelle xhelalu. Deri të vdesim. Inshallah vdesim e Allahi është razi ndaj nesh. Kur të vdesim, inshallah Allahi është razi ndaj nesh. Kështu kanë jetuar, po kështu gjymertin konë. E po më kujtohet një rast, ishin në Medinë këta muhaxherët që kishin ardhur prej Mekës, e me njëherë s'kanë ku më shkua, se as hotela, as kur qa, merë në moment, para 1400 vjetëve që farë konë. Tash mu bon pak panik, na dolem në Macedoni atëherë, ku më shkua, mësë më paskon vllaznia, po njëherë i lanë blacat i mërdhinten. Ose në Shqipëri, të vllazni tjerë. Veç Milošević i shkën bo pishmon, tha që s'ja kom zonë atje udhën e atje, ka Serbia me marrë udhën. Po, ka ata me shkuana. Pse qafiri shka të mëndën, po këto është hajrë tja? Ja, këshkëria vetë mëndën tonë, po jemi kohë. Subhane kja, u dashtë të me shkuar dherë të Molla Kuqe. Ha? Mollën e Kuqe se din, të po është. A dina? Molla Kuqe është 126 km për të nishit në drejtim Beogradit. Ka tundje ka emnin Molla Kuqe. Ma mirë më se dini, se... Jo, kemi interesën e një ditë pas. Më së kalë pa jo mollë tash. Allahu Ekber, valillahi l'hamd. Edhe një natë që po shkojnë ta muhaxherët në Medinë, s'kanë shka më hangër, kush mi shqy, kush mi u dhonë darkë, mas namazit jacis pejgamberi për thëtë, ju 2 shkoni të ky, ju 3 shkoni të ky, për jau di halin pejgamberi atyne, ju 4 të ky, e një prej sahabëve të mëdhenj, Ubade ibn Samit, prej atyne burrave kureshtar, të cilve i kanë premtuar pejgamberit ti marrë të na këtu se na të ruajmë këtu. Kjo është një temë veç inshallah. Ai pi marr për çdo natë me një barkin 80 sahabeve, po hajnë darkën taj edhe po kthehen prapë në xhamin e Resulullahit më tjetër. Allah ja u liroft dorën për hajër. Allah ja ushtoft bereqetin. Allah ja u nderoft evlat e ja bon tërbi evlat. Allah ja u uzoft familjet dhe akrabat e juj. Allah ju forcoft juve këtu në mezveti. Inshallah nuk përqahenin mezveti. Inshallah bëheni unik në mezveti. Vllaznillëkin Allah ja u don. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah ju forcoft, mos mu paskon ju me e bon këtë punë të marë, e marë që të mu falë me bo ibadet, nuk kishim me qenë sonte. Allah ju ndëroft, Allah ju forcoft, Allah ju bon të bujar, e inshallah e marë një shtëpinë Allahut xhamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah. Allah i na i falë të gabimet.